Namazi, lutja, është një kështjell që mbron nga ndikimet e shejtanit. Ky hadith thekson rëndësinë e namazit si një mjet për të kërkuar strehim nga tundimet dhe përshpëritjet e iblisit. Namazi është shtylla themelore e Islamit. Është një formë adhurimi dhe komunikimi me Allahun. Për të kuptuar rëndësinë e namazit, një fortesë kundër ndikimeve të iblisit, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Në surën Bekare, ajeti 45, Allahu thot: "Dhe kërkoni ndihmë me durim dhe namaz, dhe me të vërtet, kjo është e vështirë, përveç për ata që janë të nënshtruar ndaj Allahut." Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të ndihmës përmes namazit, duke treguar se namazi është një mjet për të forcuar veten kundër sfidave dhe tundimeve të jetës. Është nëpërmjet namazit që ne mund të gjejmë forcë, durim dhe udhëzim për të rezistuar përshpëritjeve të iblisit dhe për të qëndruar të palëkundur në besimin ton. Për më tepër, në surën Ankebut, ajeti 45, Allahu thot: "Lexo ato që të është shpallur nga libri dhe fal namazin. Në të vërtetë, namazi ndalon imoralitetin dhe keqbërjen, dhe përmendja e Allahut është më e madhe, dhe Allahu e di ato që bëni ju." Ky ajet thekson fuqinë transformuese të lutjes në pengimin e një personi nga angazhimi në akte imorale dhe të gabuara. Duke krijuar lidhje me Allahun nëpërmjet namazit, na kujtohet prania dhe urdhërimet e tij. Kjo vetdije shërben si një mburojë kundër ndikimeve të shejtanit, duke na penguar të nënshtrohemi ndaj tundimeve të tij. Thënia e Imam Aliut nxjerr në pa natyrën mbrojtëse të namazit. Ashtu si një fortesë që i mbron banorët e saj nga kërcënimet e jashtme, namazi vepron si mburojë kundër ndikimeve të iblisit. Kur e kryejmë namazin me sinqeritet dhe të fokusuar, krijojmë një mbrojtje shpirtërore që na mbron nga përshpëritjet dhe shpërqendrimet që iblisi përdor për të na larguar nga rruga e drejtë. Duke reflektuar mbi thënien e Imam Aliut, na përkujtohet vlera e jashtëzakonshme e lutjes në jetën tonë. Ajo shërben si një fortesë që na mbron nga ndikimet e iblisit dhe na ndihmon të përballojmë sfidat e kësaj bote. Le të përpiqemi të krijojmë një lidhje të fortë me Allahun përmes namazit, duke kërkuar mbrojtjen dhe udhëzimin e tij, dhe duke u forcuar kundër përshpëritjeve të iblisit. Allahu na dhënë forcën dhe qëndrueshmërinë për ta mbajtur këtë fortesë të namazit në jetën tonë.